Të gjithë e kemi ndjer atë zërin e brendshëm në punë apo jo? Atë parandjenje që na shtyn drejt një vendimi, edhe kur nuk i kemi të gjitha të dhënat para syve. Por çfarë është në të vërtetë kjo? Thjesht një goditje fati apo një aftësi e fshehur e trurit ton? E pra, sot do të zhytemi thellë në shkencën që fshihet pas intuitës profesionale. Të zbulojmë sekretet e saj dhe, më e rëndësishmja, kur duhet i besojmë, vërtet. Imagjinojeni pak këtë skenë. Një klient i afrohet recepcionit të një hoteli. Fjalët që përdor janë të sjellshme, por recepcionisti me përvojë ndjen se diçka nuk shkon. Ndoshta ashtoni zërit ose ajo pauza e vogël para se të përgjigjet. Ai e kap një sinjal thuajse të padukshëm pa kënaqësie. Kjo nuk është magji apo lexim mendjesh. Kjo është intuita profesionale në veprim, duke parandaluar një problem para se ai të ndodhë. Atëherë, pyetja shtrohet, a ishte ky recepcioniste thjesht me fat, apo kjo aftësi për të lexuar situatën është diçka që mund të mësohet, të stërvitet dhe të perfeksionohet? Kjo është pyetja thelbësore që do të na udhëheqë sot. Tani, le ta çmitizojmë pak këtë ide. Shumë shpesh e mendojmë intuitën si një fuqi magjike, apo jo, një lloj sensi të gjashtë misterioz. Por realiteti, sidomos në kontekstin profesional, është shumë më toksor dhe është i bazuar në diçka që të gjithë e ndërtojmë me kohë, përvojën. Psikologët e kanë studiuar këtë fenomen prej dekadash, veçanërisht në profesione ku vendimet merren në presion ekstrem. Mendoni pak për një zjarr fiks që pa pritur bërtet, dilni të gjithë jashtë, vetëm pak sekonda para se një ndërtesë të shëmbet, ose një infermiere që vëren një ndryshim fare të vogël te një pacient, para se monitorët të japin alarmin. Këtu nuk po flasim për amendje, por për raste ku intuita shpëton jetë. E po mirë, si funksionon realisht kjo superfuqi? Le të hapim pak kapakun dhe të shohim mekanizmin që fshihet pas kësaj ndjenje të brendshme. Dhe spoiler alert, nuk është magji, është neuroshkencë kombinuar me përvojë të përpunuar. Këtu hyn në lojë puna e revolucionare e psikologut kognitiv Gary Klein. Ai kaloi vite të tëra duke studiuar ekspert nën presion dhe zbuloi diçka të mahnitshme. Sekreti i tyre nuk ishte analiza e ngadaltë, përkundrazi, ishte aftësia e trurit të tyre për të njohur menjëherë modele, pak a shumë siç njohim ne fytyrën e një migu në mes të një turme. Klein e quajti këtë modelin e vendimarrjes të bazuar në njohje ose shkurt RPD. Mendojeni trurin e një eksperti si një bibliotekë gjigante, e mbushur me histori nga përvojat e kaluara. Kur përballet me një situatë të re, truri nuk fillon të krahasojë opsione nga e para. Në vend të kësaj, ai skanon shpejt bibliotekën, gjen një histori të ngjashme dhe menjëherë e kupton se cili është kapitulli tjetër. Ky proces funksionon me 3 shpejtësi. Shpejtësia e parë është njohja e thjeshtë. Okej, e kam parë këtë situatë qindra herë, veprimi është ky. Pastaj vjen diagnoza, pak më e ngadaltë. Kjo duket si ajo situata tjetër, por ka një ndryshim, duhet të përshtatem. Dhe në fund, vlerësimi, ku eksperti bën një simulim të shpejt mendor. Po sikur të bëj këtë, si do të përfundonte? Një lloj prove gjenerale brenda në kokë para se të dalësh në skenë. Mirë, tani që e dim se intuita është njohje modelesh, vjen pyetja milionshë. Kur mund t'i besojmë kësaj ndjenje? Sepse le ta pranojmë, jo çdo parandjenjë është saktë. Ekziston një lloj manuali përdorimi i pashkruar për intuitën, dhe tani do t'i shfletojmë faqet e tij më të rëndësishme. Sipas kërkimeve të Klein dhe fituesit të çmimit Nobel, Daniel Kahneman, për të pasur një intuit të mprehët, duhen 2 gjëra. Së pari, një fushë loje me rregulla të qëndrueshme, dhe së dyti, shumë praktik me feedback të menjëhershëm. Mendoni për një mjeshtër shahu, rregullat nuk ndryshojnë dhe pas çdo lëvizje ata e shohin menjëherë pasojën. Ja pse intuita e tyre është legjendare. Por ja ku qëndron edhe gracka më e madhe. Nëse rregullat e lojës ndryshojnë papritur, përvoja jonë e kaluar mund të na tradhtojë. Pandemia COVID-19 ishte një test brutal për këtë. Intuita e shumë menaxherëve, e ndërtuar mbi dekada përvoje, u bë papritur e pavlefshme sepse fusha e lojës ishte kthyer përmbys. Rreziku tjetër është kur armiqtë tanë të brendshëm, pra paragjykimet mendore, vishen si intuit. Për shembull, paragjykimi i konfirmimit na bën të shohim vetëm provat që mbështesin ndjenjen tonë fillestare, duke injoruar çdo gjë tjetër. Këto nuk janë intuit, janë thjesht gracka të mendjes sane. Por ja ku vjen lajmi i mirë. Intuita nuk është fikse. Ajo mund të stërvitet dhe të përmirësohet. Mund të kalojmë nga një instinkt i papërpunuar në një ekspertizë të rafinuar. Tani, le të zbulojmë se si ta bëjmë këtë. Këtu duhet bëjmë një dallim thelbësor. Instinkti është hardware-i ynë biologjik.
si reagimi lufto ose ik, i cili është universal. Intuita profesionale, nga ana tjetër, është softueri që ne instalojmë përmes përvojës. Një menaxher që tërhiqet nga një klient që vërtet po vepron sipas instinktit, por kur i njëjti menaxher ndjen se klienti i qetë përqankohet vazhdimisht është rreziku më i madh afatgjat, pikërisht aty po përdor intuitën e tij të stërvitur. Pra, si ta ndërtojmë këtë muskull mendor? Është një cikël i thjeshtë me 4 hapa. Së pari, kërkoni qëllimisht përvoja të reja për të ushqyer atë bibliotekën tuaj mendore. Së dyti, reflektoni, bëni shënim vendimet dhe rezultatet. Së treti, kërkoni feedback të sinqert. Dhe së fundit, testojeni. Trajtojeni intuitën si një hipotezë që ka nevojë për prova, jo si një të vërtetë absolute. Dhe kjo na sjell te sekreti i vërtetë i profesionistëve më të suksesshëm. Ata nuk bëjnë zgjedhjen false midis intuitës dhe analizës, ata i përdorin të dyja në një partneritet të fuqishëm. Intuita përdoret për të gjeneruar shpejt një ide të parë, një hipotezë, më pas analiza përdoret për ta testuar dhe vërtetuar atë. Është si të kesh edhe një busull, edhe një hartë. Le ta bëjmë edhe më praktik. Mendoni pak për vendimet që merren çdo ditë. Jo të gjitha janë njësoj, apo jo? Studimet tregojnë se rreth 75% e vendimeve të një menaxheri janë rutinë, 20% janë me rëndësi të moderuar dhe vetëm 5% janë ato vërtet kritiket me pasojë të mëdha. Çelësi është të mos i trajtojmë të gjitha njësoj. Atëherë, ja një strategji e thjeshtë që mund të përdoret që nesër. Për vendimet e përditshme, si caktimi një detyre, besojini intuitës së stërvitur. Për vendimet e moderuara, si zgjedhja midis 2 kandidatëve të mirë, filloni me intuitën, por verifikojini me disa të dhëna. Dhe për ato vendime të mëdha, kritike, që mund të ndryshojnë drejtimin e një projekti, atëherë përdorni një proces të plot analitik. Thjesht përshtateni mjetin me madhësinë e detyrës. Pra, arritëm në përfundimin se intuita nuk është magji, por një aftësi e ndërtuar mbi përvojën. Dhe si çdo aftësi, ajo ka pikat e saj të forta dhe grackat e saj. Kështu që, po ju lëm me një pyetje për të reflektuar. Mendoni për vendimin e fundit të rëndësishëm që morët bazuar në atë ndjenjen e brendshme. Duke pasur parasysh atë që diskutuam, a ishte ekspertizë vërtet në veprim, apo ishte një paragjykim i maskuar si intuit? Përgjigjja mund t'ju tregoj shumë.